historinë më të re shqiptare, Sherif Efendi Ahmeti është gdhendur si një emër që në fushën e edukimit në përgjithësi dhe atij fetar në veçanti ka lënë gjurmë të pashlyeshme. Kontributi i tij është themeltar në shumë fusha, veçmas në publicistikën islame në Shqip. Ai është po kështu edhe përkthyes i kuptimeve të Kur'anit në gjuhën shqipe. Është njeriu kontributi shkencor i të cilit vazhdon të rrjedh edhe sot e kësaj dite. Po kush është ai? Cili është rrëfimi për jetën e tij? Ku mësoi e prej kujt? Cilat ishin detyrat që kreu? Këto do t'i shpalosim sonte në portret. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Veprat janë identiteti i vërtet i njeriut. Janë gjuhën që tregojnë për praninë e tij, edhe kur fizikisht më të mos jetë mesin e njerëzve. I këtill është edhe personaliteti që do të prezantojmë sot para jush. Veprat që ka lënë pas vete kanë gdhendur emrin e tij në fusha të rëndësishme arsimore, edukative, publicistike dhe institucionale në Kosovë. Personaliteti i tij karakterizohej për formim të thellë dhe larg pamësi, ndërsa kontributi për shumëllojshmëri dhe nisëm. Është autor dhe përkthyes i një sër artikujsh e veprash me vlera të rralla, në mesin e cilave përkthimi i kuptimeve të Kur'anit në gjuhën shqipe, se vepra më rëndësishme e tij, e cila vazhdon të jetë referencë edhe sot e kësaj dite. Në veçantë këtë vepër e bën edhe komentimi që i ka bashkangjitur, e që është i pari lloji të vet në publicistikën islame në Shqip. Njihej edhe për elokuencën dhe stilin e rrallë e mjeshtror në ligjerim. Vështruar sipas rrethanave kur jetoi, mësoi e veproi, mund themi pa egzageruar fare se shembulli i tij është frymëzues dhe inspirues. Ishte njeriu i duhur në kohën e duhur. Është ky hoxh Sherif Efendi Ahmeti, detaje nga biografia dhe kontributi i cilit do të shpalosim sonte para jush. Sherif Efendi Ahmeti lindi në vitin 1920 në fshatin Gumnasel të komunës së Lipjanit. Shkollën fillore e kreu këtu, ku mori edhe mësimet e para fetare. Aso kohë në shkolla mësohej edhe lënda fetare. Mësues i tij fetar ishte hoxha i fshatit, Mulla Azizi. Mësimet fetare i vazhdoi në mejtepin e fshatit. Më pas ka vazhduar me ndjekjen e mësimeve në medresen e Frizajt tek myderrizi i njohur Azem Efendi Gremja dhe Hafez Abdullah Efendiu. Në vitin 1934 është regjistruar në medresen Perinaz në Prishtinë, ku pati fatin të mësonte nga myderrizi i njohur Ahmet Efendi Mardoqi dhe Haxhi Hamdi Efendi Ibrahimi. Këtu qëndroi për 10 vite me radhë, pra deri në vitin 1944, kur edhe mori ixhazetnamen nga myderrizi në fjalë Ahmet Efendi Mardoqi. Përgatitja që kishte marrë dhe e cila nuk ishte vetmja, pasi që kishte kryer edhe kursin pedagogjik, e kishin aftësuar për të kryer detyra të rëndësishme fetare dhe jo vetëm. Në fakt, hoxha ynë i nderuar, rrugtimin e tij profesional nuk do ta nisë në fushën fetare, por atë arsimore. Duke qenë se kuadrët për mësimdhënie në Shqip ishin pak, atëherë ai do të ushtroi detyrën e mësuesit të gjuhës shqipe. Kështu, në 19 dhjetor 1949, ai emërohet mësuesi i parë i gjuhës shqipe në shkollën fillore të Banullës. Në arsim ka kryer detyra me rëndësi. Ka qenë drejtar i gjimnazit të ulët në Gadimet të Lipjanit, ka vazhduar si drejtar dhe mësues në shkollën 8 vjeçare në Slovi, ka qenë nismëtar në hartimin e teksteve shkollore. Ka vazhduar kështu deri në vitin 1956,
kur tashmë kishin aftësuar kuadro për bartjen e proceseve arsimore në Shqip. Prandaj kishte menduar se koha ishte që tani ta vazhdonte rrugtimin e edukimit fetar. Prandaj kishte marrë detyrën e imamit në xhamin e fshatit Glogoc në Lipjan. Sa ishte imam në Lipjan, ishte zgjedhur edhe kryetari i Këshillit të Bashkisë Islame të Lipjanit. Në vitin 1965 kalon në detyrën e mësimdhënësit në medresinë e mesme Alaudin në Prishtinë. Më 1969 është zgjedhur kryetar i shoqatës së ulemave në Prishtinë. Për 13 vite me radhë, respektivisht nga viti 1970 deri në vitin 1983, ka qenë drejtor i medresesë. Detyrën e shenjtë dhe fisnike të mësimdhënies e ka vazhduar edhe në penzion. Më 1992 është angazhuar në detyrën e ligjëruesit në Fakultetin e Studimeve Islame në Prishtinë, ku ligjëroi për 2 vite. Krahas kësaj, Hoxh Sherif Efendi Ahmeti ka pasur rol aktiv edhe në publicistikën islame. Madje lirisht mund thuhet se është ndër themeluesit e parë të publicistikës islame në Shqip në periudhën e pasluftës së dytë botërore. Ka qenë kryeredaktori buletinit, kryeredaktor i edukatës islame. Veprat e tij ka botuar afërsisht 200 shkrime si tema profesionale në disiplinat të ndryshme islame. Në vitin 1968 ka botuar Ilmihalin, vepër kjo e përkthyer. Në vitin 1988 botoi përkthimin e kuptimeve të ajeteve kuranore në Shqip. Në vitin 1993 është botuar në 1 milion kopje në Medinë, ndërsa ka pasur edhe botime tjera në Kairo, Rom, Riyadh, Londër dhe Prishtinë. Është vepra më e përhapur në Shqip në gjitha trojës shqiptare. Përkthimin e tij disa studiues e llogarisin si më të kompletuarin dhe arsyeja pse ai u prit më mirë se përkthime tjera është mbase edhe për shkak të figurës dhe personalitetit të tij që tashmë njihej në mesin e njerëzve dhe besimtarëve. Pra, ishte një vepër e madhe nga një njeri i dëshmuar. Sherif Ahmeti është edhe autor i veprës së çmuar Komente dhe mendime islame. Prej afër 400 faqesh, botuar në Prishtinë më 1995, e cila është një ndihmëse e çmuar për ngritjen e vetdijes islame të popullit shqiptar, ku janë të përmbledhura punime, një pjesë e cilave të shkruara në kohën e cenzurës ateiste. Gjatë shtillimit të materialeve të përmbledhura në këtë vepër, pra në veprën Komente dhe mendime islame, ne gjejmë se autori, Allahu e pasmëshiruar, ka shtjelluar tema islame me tematika të ndryshme, që për mendimin ton janë bërë për 2 arsye. E para, janë shkruar në intervale të ndryshme kohore, ka artikull që me tjetrin ka distancë ndoshta 1 ose më shumë se 1 dekadë, dhe e dyta, autori ka jetuar për muslimanët, që do të thotë se ka shkruar për problemet që janë shfaqur në shoqëri, e që sipas traditës së autorit ka diktuar nevojën e patjetërsueshme për luftimin e tyre me penën e tij. Temat e Hoxh Sherifit marrë në kuptim të përgjithshëm nuk dalin jashtë tematikës arsimore, jo vetëm fetare, që padyshim ka qenë rezultat i diapazonit të gjerë të tij, jo vetëm të kulturës së tij, por edhe profesionit të tij, nga se ai, siç edhe përmendëm, kishte ushtruar detyrën e mësuesit. Në kuadër të kësaj tematike, fryma patriotike e shkrimeve të tij freskonte shpirtrat e të përndjekurve dhe të gjithë atyre që vuanin për arsimimin dhe vetëdijsimin e popullit. Edhe pse në tytën e komunistëve dhe në diktaturën e regjimeve, autori
harronte me dëshirë kanosjen e rrezikut për jetë dhe për edukimin e popullit shkruante papushuar. Pastaj tematikë tjetër shkrimeve të tij është ajo e ndërgjegjësimit shpirtëror, që është goxha theksuar në këto punime. Nga pafuqia juridike që me forcë ta ndalonte të keqen dhe të mirin ta shpërblente me të mirë e të keqen me ndëshkimin adekuat, autori i ishte qasur kësaj anë edukimi si alternativë e vetme për të. Metodat që trasojnë në këtë remi, ajo e tergibit dhe tërhibit, si që njohim në gjuhën fetare, ose e nxitjes dhe kërcënimit, se dhe metoda e shtjellimit të temave në formë tregimi apo proze, janë qeles i suksesit të tij si edukator i mrekullueshëm. Në kuadër të kësaj tematike, autori pastron ndërgjegjen e njeriu duke ia përkujtuar përgjegjësinë e tij. Njeriu, siç është vërtetuar, ka marrë përsipër amanetin që krijesa të tjera e kanë refuzuar me arsyetim të vështirësisë së tij. Allahu i madhruar ka thënë në Kur'an: "Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ard wal-jibal fa abayna yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innehu kana zaluman jahula." Ne ja ofruam amanetin qiejve, tokës dhe maleve, e ato nuk deshën të marrin përsipër atë dhe u friksuan për ti, ndërsa njeriu atë e mori mbi vete dhe ai i bëri vetes padrejtësi dhe ai ishte i padijshëm. Meqë Allahu e veçoi njeriun me mendje e jo me fuqi, nga se i solli shembuj për t'ia kujtuar veten e tij se sa i dobët është ai, ka kafshë shumë më të mëdha të cilat i nështron, siç është elefanti, por ka edhe kafshë shumë të vogla të cilat e mbysin atë, siç është gjarpri. Nga këtu e thirri që t'i bëj respekt vazhdimisht Allahut fuqiplot dhe Muhamedit alayhi salatu wassalam. Kontributi i Hoxh Sherif Ahmetit është karakteristik. Angazhimi i tij kishte filluar në kohën më të vështirë, atë kohë kur komunizmi ishte në kulm. Konsideronte se ignoranca ishte pengesë kryesore e zhvillimit kombëtar dhe fetar. Hoxha thoshte: "Armiku më i madh i fesë dhe i vetë njeriut është ignoranca. Vetëm dituria e nxjerr njeriu në dritë dhe e bën të pavarur." Angazhimi i tij fillimisht ishte për arsimin në shqip, pra për çështje kombëtare, por më pas kalon për çështje fetare. Hoxh Sherif Efendi Ahmeti dallohej për vizionin e madh në angazhimin e tij fetar e publicistik. Në rrethanat në të cilat jetonte, ishte vështirë të dalloheshe për angazhim të madh. Prandaj dhe disa punë fetare, siç është më saktë përkthimi i Kur'anit, i kishin marrë kohë goxha të madhe. Por ai nuk i ndalej punës. Ai nuk i ndai asnjëherë punës. Publikante, siç flet vetë në një intervistë, pjesë të caktuara të Kur'anit, ndërsa kur komunizmi u ballafaqua me disa telashe, ai shfrytëzoi këtë kohë kur ata nuk merreshin shumë me çështjet fetare për t'i publikuar veprat. Kjo pra flet për vigjilencën dhe largpëmsinë e tij. Ka shfrytëzuar momentet dhe ka ofruar këtë vepër jetësore. Hoxha u angazhua shumë në ngritjen e vetdijes fetare. Ishte kundër rrymave ekstreme sufiste. Kishte ngritur madje zërin edhe në instancat më të larta të Bashkisë Islame të asaj kohe në Sarajevo. Për këtë shkak, element dallues i shkrimeve të tij ishte aktualiteti. Këtë e gjejmë edhe në trajtesat që kishte për profetin Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të. Në kohën e tij ishte ngritur një debat rreth figurës së Muhamedit alayhi salatu wassalam. Prandaj ai kishte shkruar rreth kësaj teme. Format dhe mënyrat se ai e kishte mbrojtur pejgamberin Muhammed alayhi salatu wassalam shihen edhe sot si të rralla dhe mbase më të mira të llojit të vet. Hoxha punonte edhe për ngritjen e vetdijes kombëtare. Ata që kanë mësuar prej tij i kujtojnë këshillat se nxënës, mësoni sepse komunizmi do të bjerë shpejt,
e përgjegjësia do të bjerë mbi ju. Pra, i përgatiste për të marrë përgjegjësitë për udhëheqjen e vendit dhe popullit. Ai ishte kundër shpërnguljes në Turqi. Këtë angazhim për këtë qëllim thot ta ketë bërë më së shumti kur ishte shpërngulur në Prishtinë. Punën më të madhe për zgjimin e ndjenjes kombëtare ndë njerëz e kam bërë pas erdha në Prishtinë, sepse këtu isha kryetari i shoqatës Sulejmave dhe vizitoja tër Kosovën. Mbaja mbledhje me antarë në terren dhe i porositja që t'ua shpjegojnë xhamatit rëndësinë e rizgjimit kombëtar. Përveç tjerash, hoxha ishte edhe humanist i madh. Përmendëm më parë se Kurani me përkthim që botua në më shumë se 1 milion kopje dhe dikush i kishte thënë, sikur ta shisje, qoftë edhe me çmim të vogël dhe të leje pas vete ndonjë hajrat i cili do ta përjetësonte emrin tënd. Hoxha kishte refuzuar, duke thënë se nuk ka hajrat vepër më të mirë, më të madhe se Kurani. Ashtu është, sepse prej veprave kryesore që njeriut i gjenerojnë sevape edhe pas vdekjes së tij është dija e hajrit, e paramendo që kjo dije të jetë dija e Kur'anit. Hoxha Sherif Ahmeti është vlerësuar në shkallë sipërore për angazhimin dhe kontributin që kanë dhënë. Muftiu i Kosovës, Naim Efendi Tarnaba, diku në zënës tij, hoxhën e shehte se një nga kokat më të ngritura e të ditura të publicistikës islame të shekullit 20. Kontributin e tij të gjithanshëm dhe shumë dimensional, fetar e kombëtar, publicist i njohur dhe ish nxënësi i hoxhës, Qemail Morina, Zoti më shëroft, e shehte të atill që figurën e hoxhës Sherifit nuk e bënte t'i përkiste vetëm bashkisë same, por mbar popullit shqiptar dhe më gjerë. Doktor Mehmet Halimi, për këtë arsye hoxhën e cilësonte si figurë të shquar kombëtare dhe fetare. Kontributi i tij është aq i pranishëm saqë të flasësh për hoxhën, siç shprehej ish nxënësi i tij, doktor Sulejman Osmani, është sikur një i vdekur të flet për një të gjallë. Allah më shëroft hoxhë Sherif Efendi Ahmetin dhe e shpërblev për kontributin e tij. Hoxha ka vdekur në Prishtinë më 14 prill 1998, ku edhe është varrosur. Në gjenazën e tij kanë marrë pjesë besimtarë të shumë nga gjitha trojet shqiptare. Ne në ndarje do donim që t'i vjerim disa mësime nga jeta e tij. Në radhë të parë do të përmendim përkushtimin për të shërbyer vendit dhe fesë. Pastaj rëndësinë e përgatitjes pedagogjike. Formimi i hoxhës ka dhënë efekte të jashtëzakonshme në ligjërimin e tij. Është dalluar për metodë të veçantë, për të cilën është përmendur dhe vazhdon edhe sot e kësaj dite të përmendet me pjetet. Po kështu mësim tjetër që marrim është që të fokusohemi në veprat që rrojnë edhe më shumë se sa ne. Shkrimet e veçmas shërbimit që autori ja ka bërë Kur'anit e kanë bërë të gjallë edhe sot në mesin e besimtarëve. Allahu e mëshiroft hoxhën tonë dhe gjithë ata që i kanë shërbyer këtij vendi dhe kësaj feje, deri në takimin tonë të radhës, qofshim në mbrojtjen e Allahut. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.